Babai Salim Musafës u raportua se është në gjendje të rëndë shëndetësore. Madje organizata e veteranëve të luftës doli me një reagim duke theksuar se Calit i është refuzuar kërkesa për vizitë. Megjithatë, nga gjykata speciale nuk kanë dhënë asnjë konfirmim dhe derisa po flasim këto çaste asnjë nuk kemi një konfirmim nëse i është dhënë ndonjë përgjigje. Për diskutuar për këtë temë përmes një lidhje direkte bashkë me neve është zotri Hysni Gucati, kryetari OVL-UÇK. Zotri Gucati, mirë se vini. Mirë se vini, përshëndetje. Faleminderit shumë. Ndërkohë e kemi përmes një lidhje direkte edhe Elena Uka, e cila ka qenë gjithmonë shumë e zëshme sa i përket çështjeve që lidhen me gjykatën speciale. Elena, mirë se vjen. Faleminderit Ajda, mirë se ju gjej. Natyrisht do të filloj me zotrin Gucati, nëse nuk e di nëse keni arritur që të bisedoni me familjarët, si është gjendja shëndetësore e babait të Calit dhe nëse i njëjti ka arritur që të marrë ndonjë konfirmim dhe a do i lejohet që të vijë për vizitë? Gjendja babait të Calit shumë e rëndë dhe ai gjitet në spital dhe ne kemi reaguar me kohë, edhe ju e theksuat vetë, se ne kemi reaguar me kohë dhe kjo që është duke ndodhur në gjykatën speciale është për turpin e gjykatës dhe turpin e Evropës vetë, se ata gjyqtarë vinë nga vendet të ndryshme të Evropës dhe ata dinë mirë çka do të thotë familja e ngushtë, apo baba, apo nona, apo fëmia. Kështu që familja e Calit ka bërë kërkesë që ti mundsohet Calit një vizitë humanitare për ta vizituar babain e vet në spitalin që ku në Prishtinë, po e gjendet në momentet e fundit, më të thëmë në një gjendje të rëndë shumë, dhe mua nga një smundje e rëndë. Kështu që ne e kemi përjetuar në lëkurën tonë, edhe presidenti, edhe komendari Kadri Veseli, edhe Nasimi, edhe unë e gjithë, çka do të thotë, ku të kesh një antar të familjes së smurë dhe ku të vdes. Dhe ne poshtë vërtet kemi komunikuar dhe asgjë deri në këto momente nuk është kthyer familjes së Calit për vizitën e Calit që vjen ta vizitojë babain e vet. Po. Zotri Gucati, keni arritur që të keni një kontakt me familjarët? Sa janë të shqetësuar ata që i njëjti nuk po ka mundësi të vijë për vizitë, duke pas parasysh që është një moment themi shumë i ndihshëm për gjithë familjen? Po, është moment shumë i vështirë, ne kemi arritur të komunikojmë, është moment shumë i vështirë për familjen dhe vetë për Calin, se është e drejtë, legjitime apo e drejtë ndërkombëtare që ta vizitosh antarin e familjes tonë kur është në gjendje të rëndë të smurë. Dhe ne këto momente ende s'kemi marrë asnjë gjë nga gjykata speciale apo as nga qendra paraburgimit që t'i lejohet Calit për vizitë në familjen e tij. Ky është për turp dhe po them sinqerisht, është shumë e rëndë për familjen e Calit dhe vetë për Calin që s'mund vjen ta vizitojë babain e vet këto momente të vështira të babait tina apo të familjes tina. Dhe kjo ndodh vetëm në këtë gjykatë, që është një gjykatë e njashme, një gjykatë më të them e pa drejt ndaj pjesëtarëve të ushtrisë të Kosovës. Ne kemi reaguar me kohë dhe prapë jemi duke reaguar këtu për mesazhin gjuhë që kjo gjykatë duhet i përfillë konventat ndërkombëtare të mbrojtura me ligje ndërkombëtare që ti lejohet Calit vjen vizitë domosdoshme vizitë e arsyeshme që duhet vjen ta vizitojë babain e vet në spitalin e Prishtinës. Elena, zotri Gucati tha që kjo praktikë ka qenë më herët edhe për personat e tjerë. Sa e vështirë është kjo dhe si mendon se duhet veprohet? Po në një farë mënyrë unë hyna me pa se a ka ndonjë vendim, nuk kishte me atë që arrita me pa se këto ditë që ka dalë lajmi. Po Nasim Haradinës as përgjigje nuk i kanë kthy, kur ka qenë çështja e vllaut tij Agron Haradinaj. As përgjigje nuk ka marrë Nasim Haradinaj. Kështu që kjo gjykatë është punon tash e mora unë edhe hyra me krahasu pak pamjen se si këta operojnë dhe se çka shkruan për gjykatën speciale kontra shembull gjykatën më të lartë këtu në Suedi. Dhe vetëm ajo përmbajtja e website-it se si është gjykata speciale duket qartë që çdo sen është politike. Domethënë lëndet në gjyq, po ashtu njëjtë kemi edhe në Kosovë, që lëndet që trajtohen në gjykatën supreme, ti e ki numrin e lëndës e informacione tjera, por nuk ki këtu ke foto, këtu ke tituj kështu makabër, çdo sen është politike. Dhe unë mendoj që problemin unë që e kam që nuk po e kuptoj se kush e ka tani përgjegjësinë e Calit, a e ka gjykata speciale apo qendra e paraburgimit, dhe kush është përgjegjës për financimin dhe
mirëmbajtjen e tina dhe të drejtat themelore të tina. Se kjo për shembull është direkt thyrje në drejtat e themelore. Cali është i braktisur nga shteti i vet, sepse qeveria do duhej të reagonte, ky ministri me vojnë tepsi do duhej të kishte ndonjë reagim, por kjo është si kjo gjykatë si në shtet në veti, na nuk kem kur një farë fuqie, i vetë një organizat që ka reagu dhe me vend është organizata e veteranve, të tjerët si kur po flejnë. është e dhimbshme kjo është shumë e dhimbshme. Zotri Gucati, prisni jo reagime nga institucionet? Prisni që shkojt një loj presion? Mi tha dhe Elena, na vjen kesh për kësoj qeverije në detyrë, a ka pa karakter njërzor, a ka pa karakter edhe ndërkombëtar, edhe kombëtar, edhe politik, po kjo si bazë se kjo qeveri s'ka kur par karakter as njërzor, as human. Në vend që të reagon të Ministria e Drejtësisë edhe Ministria Punës të Jashtme, edhe vetë qeveria për të salin, të reagonte që kjo gjykatë është e themelume, ne e dim nga kush është themelu dhe është votuar nga parlamenti unë, do të thotë kjo gjykatë thirr dhomat e specializuar të Kosovës. Plotësisht e kanë të drejtën ministri tona, si thash më herët, Ministria e Drejtësisë dhe qeveria apo Ministria e Punës të reagon që Sali Mustafa të vjen në familjen e tij, të vjen tash në spital, te baba i vet, dhe vjen në vizitë familjes vet, po ne me sa për shumë kjo gjykatë edhe këta njerëz sot që janë në Kosovë, qeveria në detyra Albin Kurti që thotë kjo të gojnë ka vlera të luftës dhe nuk i mbron as 1 milimetër vlera të luftës, ku një bëj apel, kësoj qeveria në detyrë, ta ngez zërin ndaj kësoj gjykate për të drejtën e Sali Mustafës vjen ta vizitoj babajin e vet në spital, i cili në këtë moment është në jetë, është vdekja apo jetë. Kështu që unë jem duke befasuar. Vetëm ne jemi duke reaguar si organizatat e veteranëve dhe shokët tonë. Deri me sot asnjë reagim nuk ka ardhur nga kjo qeveri dhe me keqari, po them kjo qeveri nuk mbron asnjë interes qytetarëve, se jemi interesin e vlerave të luftës apo interesin e qytetarëve tonë, të presidentit Thaçi dhe të tjerëve që në gjykatë atje duke vujtë dënimin pa drejtësisht, Sali është i dënuar dhe është këtë drejt, unë kam vujtë, kam qenë i dënuar, kur kam marrë kam vizitu babën edhe nonën atko, mu baba pa të vdekë se isha në Burg, dhe nona është në gjendje tronë që mund tash më ka vdekë nona që 3 javë, dhe kam marrë në spital që ku kam vizitu të drejtë ka edhe qendra paraburgimit, direkt drejtoria qendrës paraburgimit dhe gjyqtari që Sali Mustafa ta lirojnë dhe vjen Sali Mustafa në vizitë babojve. Po, sepse zotri Gucati, të reguat edhe për jetimin që e keni pas edhe vetë ju keni qenë pjesë e kësaj edhe kush më mirë se ju dita përshruaj se me qka mund përballet edhe Cali, duke pas parasysh që gjatë gjithë kohë se ka mendjen këto dhe po i pamundsohet kjo vizit, kjo takim? Me keqërë të thëmë, s'ka prej ti matronë, su këtish me anë aty në 4 mureve, ade ditën mund të ka përcen ditën me shokë, se me tërë ditën një me shokë, aty me shoshni. Po qka do të është këtysh më nana, për orës 21 dhe dhe në ora me njës të nesëve, qka do të përballosh vetëm me Zotin dhe me trupin tënë. Po shumë e vështirë për Salin dhe për të tjerët, kur mendojnë që familjarën e tyre kanë në gjendje tronë, shëndetësore në spital dhe a qelë sa boja, apo nuk e qelë babojnë, apo nëna, ku do që do është në spitalit shumë shtirë. Dhe unë e di që kam vujtë shpirtin të mune në Asimi, presidenti Bacia Kupe, mos të përmenë në rame dhe të Kadria, Agjishala, që në posë rrasë vdekje, ne kemi posë gjithë rrasë vdekje që në nga du në sojshëm në Burg. Do është shumë e rronë për Sali Mustafën. Po unë do të thëmë, a Sali Mustafa i ka shokë më rana që i gjinëm prantina, janë me to, po kjo është domi shumë i madhë që duke në kushtuar neve edhe me shëndet tani, se Cali dhe vetë komi me shëndet që vuan nga diabeti, Cali që nga diabeti tip 2, i cili vuan nga diabeti Sali Mustafa, dhe do të të prapë mërzia i shkakton alo dhimbje më të modhe dhe shëndetësore. Unë e bëj apel, Ministrit për koce të apelojnë sa ma shpejt, se shumë vonë është nëse nesën do të Salit t'i vdes baba dhe Salit vjen, su kur unë që shka marrë, kam po dhejv, edhe s'kam po as bab, as kur që kam po vorrin e tina dhe kam po ata dhejv. Kështu që dhosh Zoti sa ma shpejt, kërkesa jonë edhe kërkesa Sali Mustafa që ka bo, edhe të gjitha tyre të Salit të realizohet dhe vjen ta gjoj babën gjallë dhe ta shef babën gjallë, ta shef sa është gjallë. O kur vdes baba, po të thëmë sinqerisht e kotë është vësë marrë me po varrin. Kështu që unë e ndi shpirtnisht, e ndi shpirtin tim, trupin tim, dhimbjen që ka Cali edhe unë që kam bos dhe të tjerët. Kjo qeveri duhet të apeloj sa ma shpejt, duhet bëj kërkes Ministria për Kocë e Drejtësisë, që Sali Mustafa t'i rohet dhe t'vjen në familje dhe t'a vizoj babajnë i ti sa është gjallë.
Kur vdes është vonë. E qartë, edhe urojmë që kjo ndodhë sa më shpejt zot Prigutati, pa dash që ta zgjasi më shumë se sa me këtë urim të fundit, sepse ju tha që edhe e keni përjetu vetë sa i përket babait, por edhe rasti fundit që e keni pas me nënën ju bën më emocional ndaj kësaj çështje dhe më të zëshëm që kjo sa më shpejt i mundsohet Calit. Falenderojmë shumë për këtë inkuadrim. Respekt për televizion ju, respekt edhe për Elena, që Elena i mbron gjithmonë interesat tona dhe është e zëshme shumë Elena u këtë këtë drejtim, unë e falenderoj shumë, po ku me mujt me pas, ende njerë se Elena u ka me mbërë këtë interesat tona dhe me në tonë kravën pështetje neve. Unë e ljusë nërë, Ministrim për Kuatës e Drejtësisë mos vënohet, ta bëj kërkesën se ka të drejtin legjitime, se kjo që ka të është pikërisht e dhomas specializuar të Kosovës është e jona dhe kjo ka të drejtin e plot, të drejtin e Zotit që të kërkoj Sali Musova vjen te baboi i tij. Është Zoti sa të parë vjen Sali ta visoj familjen dhe babain e vet. Urojmë shumë zoti Bucati. Faleminderit shumë. Elena, do të vazhdojmë edhe pak me ty. The që po shkelet një prej të drejtave më themelore të njeriut edhe në këtë rast me Calin. Çka duhet bëhet? Çka duhet bëhet më shpejt? Zotri Bucati dha si opsion që Ministria e Drejtësisë duhet patjetër të dërgojë një letër. A do të kishte impakt kjo? Po natyrisht që ti si shtet je arsyeja pse ke shtet dhe je shtetasi i një vendi është që ai shtet kujdeset për ty. Një ndër rastet tash që është drejtat e tua themelore që mos të thehen. Dhe si për shembull Ministria e Drejtësisë ka mund tani ata po thonë që janë ministra në detyrë. Ai nevojë tepësime sallahu. Let i drejtohet gjykatës speciale, ka të drejtë, nuk është ndalume, por cilat janë ato pengesat që këtij nuk i mundsohet udhëtimi për me pa baban e vet. Dhe tash është, unë mendoj që ka të bëj me financa këto, jo aq edhe diçka tjetër, sepse atyre ju ka miratu një buxhet vetëm sa mi procesu edhe një vit. Por për shpërzimet ekstra, me që janë ndalu një pjesë e financave nga Amerika, besoj se është çështje, o kjo është vetëm si një spekulim, është çështje e financave. Po ne si shtet, qeveria jonë do duhet të reagonte, sepse ai është shtetasi joni, ai ka drejtat tona. Për te asaj që është kon ushtori i ushtrisë lirimtare të Kosovës, për te asaj që ka qenë pjesë një koncepti që e ka ndërtu këtë shtet. Për te asaj, ai është shtetas i vendit tonë dhe Kosova duhet të sigurohet që se po pengesë. Kosova duhet të sigurohet, Kosova duhet të sigurohet që të drejtat e shtetasëve tyre të mbrohen dhe të respektohen. Në këtë rast është e dhëmshme, rasti i Calit është shumë i dhëmshëm, se në rastin e Calit janë bë pa drejtësi që nuk i ka përthekon njeriu. Por mua më dhimbet shumë ky rast, ndjej shumë keqardhje, sepse e kemi një qeveri që totalisht i ka braktis ata njerëz, në mënyrë totale. Është shumë e dhimbshme kjo. Nuk di çfarë të them tjetër, jam pa tekst. Po, Elena, po e shoh që po emocionohesh shumë duke pas parasysh që edhe nga e ke përcjell se isha duke thënë nga afër për gjatë gjithë kohës je mundu që përmes seansave, përmes atyre kërkimeve që i ke bërë gjatë gjithë kohës në faqen e gjykatës speciale gjithmonë duke pa nëse ka një lajm të ri, edhe në këtë rastin e Calit. Po e shoh që gjatë gjithë kohës je shumë kurioze dish se çfarë do të ndodh. Është e pamundur mos mu emocionu sidomos në rastin e Calit. Sidomos në rastin ata që e kanë përcjell gjykimin e tij, dëshmitarët e tij, kanë pas dëshmitar që ai nuk ka qenë as vend ngjarje kur ka ndodhur ajo vrasja, që i atribuohet këtina në fakt, edhe pse ka dyshim të arsyeshëm, i atribuohet vrasja e viktimes, Calit, dhe me ato ky dënohet. Dhe nuk e po ky gjykim, krejt ky proces, sidomos i Calit, për te i këtyne tjerve që edhe ajo është shumë i çuditshëm, po sidomos i Calit, do të ka me qenë një ndër gjykimet që për juristët e ardhshëm studim shkencor se si ka mund një gjykatë ndërkombëtare me standarde ndërkombëtare me dënu një njeri në këtë formë.
E qartë. Elina, unë të falenderoj shumë për këtë inkuadrim dhe gjithmonë je gatshme ta ngritësh zërin për këtë temë. Përshëndes. Faleminderit, Ajda. Shumë falenderit.